Adhurues basketbollit, jemi këtu me trajnerin Greg Gibson. Coach Greg, what can we say about this game? Well, nothing functioned. Yeah, nothing good at all. We're just really bad right now. We're in a bad state, and only thing we can do is just grind to work to get out of it, but got a lot of people with their heads not on basketball right now that we have to fix. Okay, how you gonna fix that? Well, it's work. It's work. Either guys are going to come to work and focus. I mean, just the most simplest thing, listening to directions, listening to what we want to do. It was obvious guys' heads were not where they need to be tonight, and the result is 30 points. That's what we get. Okay, thank you. Thank you. Pra ishte i qartë, i shkurt. Pra nuk jemi kërkahisht, tha trajneri Greg Gibson, nuk është i lumtur me atë çka kanë bërë lojtarët e tij, po thonë që duhet të punojmë më shumë mirë, po dhe të angazhohen shumë më tepër. Asgjë nuk funksionoi dhe rezultati prej 30 e më shumë pikëve është edhe pasqyra e vërtetë e kësaj. Pra ishte i zhgënjur me këtë disfat, kërkon shumë më tepër angazhim dhe mobilizim nga lojtarët e tij. Së shpejti do të jemi edhe me trajnerin Adis Beqiragiqin.